Prandaj janë shumë arsye të cilat çojnë në këtë rritje të standardit. Por të kthehem prap aty, tha Driloni, është shumë e vërtetë që këtu ka ndryshuar jashtëmadhe shumë tipologjia e frekuentuesve. Në verë, gati 80-90% e frekuentuesve të zonës, pa egzagerim, janë të huaj. Edhe brenda hotelit, jo vetëm në rrethinat e tij. Po në hotel po, mos them që shkon në afër 100% janë të huaj. Si janë kapacitetet e verës, si për vallëndot, jo. 1 muaj, 2 muaj, jo. Kapacitetet e verës, hotelet të cilat janë të strukturuara mirë, punojnë 4 muaj. 4 muaj, minimalisht. Minimalisht 4 muaj. Pra keni nevojë gjithmonë për zgjerim thënjë të kapaciteteve. Patjetër. Këto vitet e fundit kanë treguar që gjithnjë më shumë gjithnjë më shumë ka kërkesa në. Tu vetëm karriku ishte dikur. Megjithatë, kanë përgjegjësi shumë të madhe pastaj. Absolutisht, si çdo lloj biznesi. Sa punëtor mund të duhet një hotel jetë vit? Të përmasave të hotelit që punon që unë administroj, ne na duhen 60 punonjës. 60 punonjës. Imagjino. Sa dhoma janë këtu te? Këtu janë 76.